Francesca Murati i shpëton një tentative grabitjeje në banesë, kanë shkatëruar derën. Francesca Murati është përballur me një moment të frikshëm pasi persona të paidentifikuar kanë tentuar të hyjnë me forcë në banesën e saj në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në apartamentin luksoz ku ajo jeton prej muajsh, pas rikthimit të saj nga Londra. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Francesca ka ndarë me ndjekësit një video ku tregon derën e dëmtuar të shtëpisë dhe gjurmët e tentativës për thyrje. Dikush ka tentuar të na hyjë në shtëpi. Kanë shkatëruar derën. Keni kujdes porosit që pranoni në shtëpi, ka shkruar ajo, duke lënë të kuptohet se incidenti mund të jetë lidhur me një dorëzim të dyshim. Ngjarja vjen vetëm pak muaj pasi apartamenti i saj i ri në Tiranë u përfshi në një tjetër incident, kur u raportua për një zjarr të papritur që shpërtheu brenda banesës. Edhe pse ende nuk ka dhënë më shumë detaje rreth kësaj tentative për vjedhje apo ndonjë hetim të nisur nga autoritetet, Francesca ka bërë thirrje për kujdes nga ndjekësit e saj, sidomos për ato që pranojnë porosi në banesë. Francesca duket se po përjeton edhe anët më të vështira të jetës në qendër të vëmendjes.